nuk do ndëgjoni kur të merre me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. SPAK i është drejtuar sot më 16 vjetor Kuvendit të Shqipërisë me kërkesën për dhënie autorizimi për arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku. Kjo lëvizje vjen vetëm pak ditë pasi gjykata kushtetuese pezulloi vendimin e GKK-s duke i hatur rrugë rikthimit të saj në detyrë, një vendim që u mbrojt publikisht edhe nga kryeministri Edi Rama. Në njoftimin zyrtar, SPAK bën me dije se Balluku ka marrë statusin e të pandehurit, pasi akuzohet për veprën penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim, në lidhje me procedurën e prokurimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Paralelisht, ajo është nënhetim edhe për 7 procedura të tjera prokurimi, që lidhen me projekte të mëdha infrastrukturore në Tiranë, përfshirë Unazën e jashtme dhe segmentet rrugore nga sheshi Shqiponja drejt bulevardit të ri dhe Shkozës. Që prej momentit kur SPAK njoftoi pezullimin e Ballukut, kryeministri Rama ka reaguar ashpër, duke e cilësuar vendimin antikushtetues, të pabazuar dhe politikisht të motivuar. Ai ka refuzuar shkarkimin e saj, duke theksuar se drejtësia nuk mund t'i diktojë qeverisë përbërjen e kabinetit. Pas kërkesës së fundit për arrestim, Rama deklaroi se arrestimet pa gjyq janë kthyer në një praktikë të dëmshme, duke theksuar se Shqipëria ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar. Megjithatë, qëndrimi i tij shihet nga kritikët si selektiv, pasi shqetësimi për burgjet lind kryesisht kur përballen me drejtësinë figura të mazhorancës. Sipas Ramës, mazhoranca do të mbajë një qëndrim të qartë dhe të përgjegjshëm përballë kësaj kërkese të SPAK.